Përshëndetje. Episodi i sotëm është shumë i rëndësishëm sepse ka të bëjë me shpjegimin e mjekësisë konvencionale, tradicionale me atë alternative ose me dietologun, me nutricionistin dhe disa specialistë të tjerë që kanë dalë kohët e fundit. Gëshetimi i mjekësisë konvencionale, pra i shkencës mjekësore, është një qasje moderne, sidomos në menaxhimin afatgjatë sëmundjeve kronike dhe në parandalim sidomos. Le të shikojmë disa pika. Vendosja e rolit secilës disiplinë, që do të thotë mjekësia konvencionale ku fokusohet në diagnostikim, trajtimin e sëmundjeve akute dhe kronike, përdorimin e banave dhe të pajisjeve teknologjike dhe të aparaturave. Nutricionizmi fokusohet në parandalim, mbështetjen, përmirësimin e shëndetit përmes ushqyerjes së saktë, personalizuar sipas patologjisë, moshës dhe stilit të jetesës. 2. Integrimi i nutricionistit në ekipin mjekësor është shumë i rëndësishëm. Në klinika moderne ose qendra shëndetësore, nutricionisti mund të jetë pjesë e këtij ekipi multidisiplinor. Për shembull, te pacientë me diabet, obezitet, hipertension, sëmundje autoimune, apo edhe gjatë rekuperimit të sëmundjeve ose të ndryrave kirurgjikale, mund të jetë i rëndësishëm roli i tij. 3. Personalizimi i trajtimit. Mjeku përshkruan terapinë dhe ndjek evolucionin klinik të sëmundjes. Nutricionisti ndihmon në përshtatjen e dietës me terapinë, për shembull, për të shmangur në veprim me banat, rregullimin e makro dhe të mikroelementëve ushqimor sipas nevoja, për shembull, hekur, vitamina, proteina, fibra e të tjerë. Promovimin e stilit të jetesës së shëndetshme në mënyrë të qëndrueshme, jo vetëm kur jemi sëmur ose kur kemi hall. 4. Fokusi në parandalim dhe mirëqenie. Më para primu non nocere, thonë latinët, pra më para mos dëmto, parandalo. Pra fokusin parandalim dhe mirëqenie do të thotë, nutricionisti është shumë i fuqishëm si mjet parandalues nutricionizmi, dhe jo vetëm si pas dhe si pjesë e trajtimit, mund të kontribuojë në parandalimën e sindromës metabolike. E kemi thënë edhe tjetër sëmundja e shekullit. Sindroma metabolike ka të bëjë me hipertensionin, mbipeshën dhe diabetin e tipit 2. Këto janë tre elementë të kësaj sindrome. Ulje në rreziku të sëmundjeve kardiovaskulare, që janë të lidhura me sindromat metabolike, dhe mbështetjen ose fuqizimin e sistemit imunitar. 5. Edukimi i pacientit si qëllimi i përbashkët, pra të gjithë ne specialistët e shëndetit, mjek, specialistë ndryshëm, a nutricionist apo dietolog, qëllimi është pacienti. Po pacientin nuk mund ta marrë askush prej nesh. Është aty që ne të gjithë të mendojmë se si t'ja lehtësojmë jetën atij të jetojë edhe me sëmundje kronike, në mënyrë njerëzore, në mënyrë të mirë, të shëndetshme. Edukimi i pacientit për të kuptuar si ndikon ushqimi në sëmundjen e tij është thelbësor. Bashkëpunimi midis mjekut dhe nutricionistëve i jep pacientit një plan të integruar që është më i lehtë për ta ndjekur dhe që jep rezultate më të qëndrueshme. Pra, ky është qëllimi. Le të shikojmë një shembull, për shembull, diabeti tipi 2 ose diabeti që trajtohet në një moshë të rritur. Kush është roli i mjekut? Është kontrolli i glukozës pra sheqerit në gjak nëpërmjet përdorimit të terapisë me insulinë. Sa unitat duhet marri, kur duhet i marri, sa të shpejt, sa të ngadalt. Roli i nutricionistit kush është? Është dietë me indeks glicemik të ulët, edukim ushqimor. Një sëmundje tjetër, hipertensioni. Çfarë bën mjeku? Kontrollon presionin. Me çfarë? Me medikamente. Janë 4 klasa medikamentesh, janë ACE inhibitorët, kalci antagonistët, beta bllokantët dhe diuretikët. Këtë lloj bëjmë ne mjekët për të mbajtur presionin në normë, në kontroll. Ose me një medikament si fillohet zakonisht, ndryshohet doza, shtohet një klasë tjetër, ose mund të shtohen 2 klasa tek ato që janë rezistente. Kështu që këto janë klasat e medikamenteve, por e bën vetëm mjeku. Dhe monitoron atë. Çfarë bën nutricionisti? Dietën dash kufizimi i natriumit. Pra, një dietë dash quhet dieta që bëhet për pacientët me hipertension. Do të shohim ndoshta në një episod tjetër një shembull praktik se si. Sëmundje gastrointestinale. Kush është roli i mjekut? Diagnostikim
medikamente për simptomat që ai shfaq. Kush është roli i nutricionistit? Ne e dimë shumë mirë që në gastrointestinal, nutricionisti ka një rol shumë të rëndësishëm. Është dieta FODMA, që ka të bëjë dhe me një sinkronizim të disa gjërave që do ta shohim edhe këtë një herë tjetër. Është mbështetje për florën intestinale, aty ku zhvillohet tretja e ushqimit. Sëmundje inflamatore ose inflamatore. Mjeku çfarë bën? Kortikosteroid, imunomodulator. Nutricionisti dietë antiinflamatore, omega 3, antioksidant e kështu me radhë. Tani që pam se çfarë bën ide tjetër, një nutricionist duhet të ketë mbaruar fakultetin e mjekësisë? Jo. Një nutricionist nuk ka detyrimisht nevojë për të ketë mbaruar fakultetin e mjekësisë, por ka disa dallime të rëndësishme në varësi të sistemit arsimor dhe nivelit të përgjegjësisë klinike që pritet nga ai ose nga ajo. 1. Roli ose dallimi midis nutricionistit dhe dietologut. Termi dietolog. Formimi akademik i tij. Dietolog është mjek, ka mbaruar fakultetin e mjekësisë, shpesh në mjekësi e përgjithshme dhe ka bërë një specializim për dietologji. Dhe kjo është aty 4-5 vjet. Kush është roli klinik i tij? Mund të punojë në spitale, të japi dietoterapi të personalizuar për sëmundje specifike. Pra dietoterapia është si ilaçet. Po nutricionisti. Nutricionisti ka këtë formim akademik, shkolla e shkencave të ushqyerjes, biologji, farmaci dhe shkencat e jetës. Kush është roli i tij? Fokus është edukimi, parandalimi, programe ushqyere për personat shëndetshëm apo me probleme të lehta. Po në Shqipëri si funksionon? Dietolog quhet zakonisht ai që ka mbaruar mjekësinë dhe ka bërë më pas specializim ose trajnim në dietologji. Nutricionist mund të jetë dikush me diplomë bachelor apo me master në shkencat e ushqyerjes dhe dietetikës pa qenë mjek. Ligjërisht vetëm mjeku mund të vendosë diagnoze dhe të trajtojë patologji. Nutricionisti bashkëpunon duke ofruar planin ushqimor. Po në Europë, Italia, Gjermania dhe vende të tjera europiane, si funksionon? Profesionisti duhet të ketë mjeku, që mund të jetë dhe mjek specialist në dietologji, mbaron studimin për mjekësi dhe një specializim 4 ose 5 vjet. Kompetencat: diagnozë, terapi, receta me medikamente. Biolog ose nutricionist mund të ketë formim bachelor plus master në shkenca ushqimore. Çfarë kompetencash? Vlerësim ushqimor, plane dietologe, dietologji. Dietisti ka formim me një diplomë 3 vjeçare në dietologji, bën vetëm plane ushqimore të mbikëqyrura. Kush mund të ushtrojë profesionin në Shqipëri? Sipas rregullave aktuale, duhet të ketë diplomë të njohur në fushën e nutricionit apo dietetikës. Për punë në spitale apo me pacient me patologji, mbikëqyrja ose bashkëpunimi me mjekun është i domosdoshëm. Mjeku ose mjekët mund të bëhen dietolog, por jo çdo nutricionist është mjek. Pra, duke përmbledhur, a duhet nutricionisti të jetë mjek? Jo, por për të dhënë këshillim ushqimor, stil jetese e të tjerë. A mund të bëhet mjeku nutricionist? Po, me trajnim me shtesë në dietologji. Kush jep dietoterapi dhe për patologji? Mjeku, dietolog ose në bashkëpunim me nutricionistët. Pra, sugjerohet. Për shembull, një model bashkëpunimi midis mjekut dhe nutricionistit. Kush është objektivi i përbashkët? Të ofrohet një shërbim shëndetësor gjithëpërfshirës që kombinon trajtimin klinik, pra atë me terapi, me ndërhyrjet ushqimore për menaxhimin e sëmundjeve kronike, parandalimin e komplikacioneve, promovimin e shëndetit të përgjithshëm. 2. Të ketë një strukturë organizative. Roli dhe përgjegjësitë kush janë? Mjeku i familjes ose specialisti ose dietologu ka këto përgjegjësi. Vendos diagnozën, përshkruan terapinë, indikon nevojën për ndjekje nutricionale. Nutricionisti ose dietologu harton planin ushqimor të personalizuar, edukon pacientin mbi stilin e jetës, monitoron përmirësimin e statusit ushqimor të pacientit.
Koordinatori i ekipit, nëse ka, kuptohet, organizon takimet e ekipit multidisiplinar. Pra, ne që trajtojmë të person, të shifemi, të takojmë njërë bashkë dhe të shohim çfarë ke bërë dhe çfarë ka bërë secili sipas fushës vet për të parë nëse ka përmirësim ose jo. Dhe rrjedha e bashkëpunimit ka të bëjë hapi i parë, që është vlerësimi mjekësor, siç e thash pak më lart, mjeku kryen vizitën klinike dhe nëse është e nevojshme referon pacientin te nutricionisti për vlerësim ushqimor dhe plan ushqimor. 2. Konsultimi nutricional. Nutricionisti kryen anamnezën ushqimore, antropometrin, që është shumë e rëndësishme, që ka të bëjë me peshën, me BMI, BMI ose me perimetrin e betit ose body mass index, vlerësimin e zakoneve të ushqyerit, planifikon një dietë të përshtatur me diagnozën. Hapi i tretë, monitorimi dhe ndjekja. Vizita kontrollit të përbashkëta ose të koordinuara. Vlerësimi i efektit ndërhyrjes në parametrat klinik dhe laboratorik. Ndryshimi i planit sipas ecurisë pacienti. Një shembull praktik klinik. Diabeti. Mjeku vendos diagnozën, trajtimin me insulin ose me metformin. Nutricionisti bën dietë me indeks glikemik të ulët, edukim për karbohidratet. Patologjia tjetër, obeziteti. Mjeku përjashton patologjitë hormonale, bën një çek hormonal të gjendrave endokrine. Roli i nutricionistit është dietë hipokalorike, strategji për menaxhimin e peshës dhe kështu ndjekja me radhë. Hipertensioni. Mjeku përshkruan antihipertensivët. Nutricionisti bën dietën DASH ose kufizimi i natriumit. E tham dhe për sëmundjet gastrointestinale, dokumentacioni dhe komunikimi. Të gjitha planet ushqimore dhe vlerësimet nutricionale duhet të jenë pjesë e dosjes mjekësore të pacientit. Të vendosen formular standard për referim nga mjeku te nutricionisti, por dhe ashtu të ketë një raport kthyes nga nutricionisti te mjeku, për të parë ecurinë e pacientit. Aspektet ligjore dhe profesionale kush janë? Mjeku është përgjegjës për vendimet terapeutike. Nutricionisti, dietologu nuk vendos diagnozë, por mbështet trajnimin përmes ushqyerjes. Të dy profesionistët duhet të respektojnë kufit profesional dhe etikën mjekësore. Propozim për fshirjen në qendra shëndetësore të nutricionistëve është i rëndësishëm. Pash pak edhe si funksionon në Itali. Dallimi midis mjekut, nutricionistit dhe dietologut. Edhe në Itali është kjo, mjeku duhet të ketë këtë formë diplomë universitare, pra fakultet mjekësie, që është 6 vjet, i specializuar në dietologji, licencë dhe regjistrim në urdhrin e mjekëve, mund të vazhdoj me një specializim për shembull në diabetologji, në endokrinologji, mjekësi interne e kështu me radhë. Kompetenca e tij është diagnostikon dhe trajton çdo sëmundje. Përshkruan ilaçe, analiza, dieta mjekësore, vetëm nëse është dietolog. Çdo mjek mund të jap këshilla ushqimore, por vetëm dietologu ose mjeku dietolog harton dieta klinike të personalizuara. Dietologu ose mjek dietolog. Diplom në mjekësi dhe kirurgji, specializim në shkenca të ushqyerjes, paktën 4 vite, i regjistruar në urdhrin e mjekëve. Kompetencat e tij kush janë? Diagnostikon sëmundje e lidhura me ushqimin, mbi pesha, diabeti, sëmundjet zorve, harton dieta terapeutike për pacient me patologji, mund të përshkruaj ilaçe, suplemente dhe analiza. Është i vetmi profesionist në Itali që mund të diagnostikojë dhe trajtojë me terapi ushqimore dhe medikamentoze. Nutricionisti duhet të jetë biolog ose nutricionist. Çfarë shkolle ka? Diplom, master në biologji, shkenca të ushqyerjes njerëzore ose të ngjashme, regjistrim në urdhrin kombëtar të biologëve. Çfarë kompetencash ka? Mund të hartoj plane ushqimore të personalizuara për persona të shëndetshëm ose me shqetësime të lehta. Punon në fushën e parandalimit dhe edukimit ushqimor, nuk mundet të bëjë diagnozë mjekësore, as të përshkruaj ilaçe dhe as të përshkruaj analiza. Mund të punojë në studio private, mund të punojë në palestra, në qendra mirëqenie, në shkolla, në mensa e kështu me radhë. Le të përmbledhim në një tabelë këto që thamë. Karakteristikat mjekut, dietologut dhe nutricionistit. Mjeku duhet të ketë diplom në mjekësi. Edhe dietologu duhet të ketë diplom. Nutricionisti jo.
Mjeku për specializim është opsional. Dietologu është me shkencat e ushqyerjes. Nutricionisti jo. Pën diagnoz mjeku dhe dietologu që është mjek dietolog. Nutricionisti jo. Përshkruan ilaçe mjeku dhe mjeku dietolog. Nutricionisti jo. Harton dieta themelore mjeku. Harton dieta terapeutike dietologu. Nutricionisti harton dieta për persona të shëndetshëm ose me shqetësime të lehta. Antarësimi i këtyre figurave. Mjeku duhet të shkruhet te urdhri i mjekut, dietologu te urdhri i mjekëve dhe nutricionisti te urdhri i biologëve. Bashkëpunimi ndërmjet figurave është shumë i rëndësishëm. Në shumë qendra është e rëndësishme bashkëpunimi midis këtyre figurave që tham. Së bashku, mjeku, dietologu bën diagnozën dhe vendos terapinë. Nutricionisti ndjek pacientin në vazhdim dhe edukon për stilin e jetës, mjeku i familjes koordinon në raste me patologji të tjera. Kohët e fundit na kanë dalë edhe ca specialistë të ashtu quajtur holistik. Çfarë është specialisti holistik? Është një profesionist që trajton shëndetin e individit në mënyrë të plotë dhe të integruar, duke marrë parasysh jo vetëm aspektet fizike të sëmundjes, por edhe ato emocionale, mendore, sociale dhe shpirtërore. Kuptimi holistik ose fjala holistik vjen nga greqishtja holos, i tëri, i plot. Pra, qasja holistike e shef individin si një tërësi të ndërlidhur dhe jo vetëm si një trup me simptoma. Çfarë bën një specialist holistik? Varet nga formimi i tij profesional, por zakonisht ai analizon stilin e jetës, pra ushqyerjen, gjumin, stresin, marrëdhëniet dhe mjedisin. Promovon vetdijen dhe balancën psikofizike. Përdor teknika natyrale, alternative ose komplementare si mjekësia bimore, siç është fitoterapia, terapia ushqimore natyrore, agopuntura, masazhi terapeutik, meditimi, yoga, terapia me aromë, kristale ose energji në disa qasje të ndryshme. Vëmendje, mjeku mund të bëj edhe një specializim për specialist holistik. Specialisti holistik nuk është mjek. Shumë terapistë holistik nuk kanë formim universitar mjekësor dhe nuk janë të licencuar për diagnozë apo terapi mjekësore. Ata ofrojnë trajtime mbështetëse dhe shpesh bashkëpunojnë me mjekët në qasjet komplementare. Nëse një mjek, për shembull, mjek internist ose onkolog, praktikon me qasje holistike, kjo do të thotë që përdor mjekësinë konvencionale së bashku me strategji natyrore ose psikologjike për të ndihmuar pacientin si një i tërë, pra në kuptimin holistik. Për shembull, një dietolog ose specialist holistik nuk jep vetëm dietë me kalori, por analizon edhe emocionet, stresin, zakonet familjare, raportin me ushqimin e tjerë. Një mjek holistik, pra që ka bërë dhe një specializim holistik, për kancerin, përveç kemioterapisë mund të përfshijë mbështetjen psikologjike, suplementet ushqimore dhe këshillime shpirtëror. Si dallon një profesionist serioz holistik nga një jo serioz ose mashtrues? Karakteristikat. Specialisti serioz ka një diplomë të njohur. Punon në bashkëpunim me mjekët, nuk premton mrekulli, por e shef realitetin ashtu siç është, i bazuar në fakte ose të paktën në praktika të verifikuara. Ky është specialisti holistik serioz. Specialisti që është i paqartë mbi diplomën, shpesh është kundër mjekësisë, premton shërim absolut, premton mrekulli, ose nuk ka praktika të vërtetuara, vetëm në besim ose në energji. Ky është specialisti holistik jo serioz, mashtrues. Po ata që dalin çdo ditë në rrjetet sociale dhe media dhe thonë, lini ilaçet se me bara dhe me specialist holistik ju shërojmë ne, ju shërojmë për një javë, ju shërojmë për 2 javë. Njerëz, shëndeti është i juaj. Shpesh dëmtimet janë të pakthyeshme. Prandaj, këshilla është drejtojuni specialiste, profesioniste të fushës. Fatkeqësisht ka shumë informacion të deformuar, e theksoj gjithmonë sepse po merren qytetarët në qafë. Shëndeti është një kalimsh, pa kthim. Po u dëmtove shumë herë, nuk ka më kthim mbrapa. Prandaj, çdo njeri, çdo profesion ka një arsim, ka një diplom, ka një shkrim në një urdhër profesional, ka një licencë mbi të gjitha. Dhe ajo që është kryesorja, shumë nga këto persona të kohëve të fundit, çfarë bëjnë? Kundër mjekësisë, hiq ilaçet se çroi unë.
Por nëse ti s'ke bërë mjekësi dhe nuk je në gjendje që të bësh as analiza, as diagnozë, si trajton një sëmundje që flet me diagnozë? Pra, ku e bëre diagnozën e këtij personi që po e trajton? Vetëm se të vi me diagnozë nga mjeku, atëherë kuptoni sa e rëndësishme është që të ndani mashtruesit nga profesionistët e vërtet. Faleminderit.